Mirëmbrëma të nderuar shikues. Zhvillimet e fundit politike në skenën shqiptare kanë ngritur shumë dilema dhe pyetje të ndryshme, sidomos pas prononcimit të mbrëmshëm të kryetarit televizës Besa dhe një nga liderët e koalicionit Vlen, zotit Bilal Kasami, i cili shprehi publikisht pakënaqësi, tregoi publikisht për peshën dhe kompetencat që kanë zëvendësministrat dhe shprehu në të njëjtën kohë indigniatën nga shumë funksionarë që aktualisht janë të emëruar në pozicione të ndryshme në këtë përbërje qeveritare. Mesjerash, këto pikpyetje dhe këto dilema ngrisin edhe zëra të tjerë që ka pakënaqësi dhe ka krizë për brenda koalicionit Vlen, për diskutuar për stabilitetin politik të koalicionit Vlen. Dhe për të diskutuar më detajisht për lëvizjen Arbëria që a ka lëvizur nga momenti i themelimit apo ka ngecur aty në vend, ne sonte këtë bashkëbisedim do të ndajmë me kryetarin e lëvizjes Arbëria, zotin Bekim Fazliu. Mirëmbrëma zoti Fazliu, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Fillimisht një përmirësim të vogël. Sa i përket Jo, lëvizja Arbëria nuk ka kryetar. Keni një trup koordinues. Ka një trup koordinues. Dakor, po. Antar themelues, antar i Këshillit Drejtues dhe themelues i Arbërisë. Do të ishte më korekte. Po, këtë model të njëjtë, a nuk mund të aplikoni edhe në koalicionin Vlen, zoti Fazliu, me që veç ngritet këtë regjim? Koalicioni Vlen funksionon si i tillë për momentin. Mbi bazën e këtij modeli. Pra është koalicion, po, dhe funksionon në bazën e këtij modelit, janë 4 subjekte, domethënë parti politike, lëvizja jonë Arbëria 5 dhe lëvizja vetëvendosje. Kush e përfaqëson lëvizjen Arbëria në kuadër të koalicionit Vlen? Po varet, domethënë e caktojmë. Sepse kur thoni se lëvizja unë më shumë, Orhani, Merali, Gazmendi e Dakor, sepse kur i referoheni faktit që koalicioni Vlen funksionon mbi bazën e këtij sistemi siç funksionon ju në lëvizjen Arbëria, realiteti nuk flet kështu, por shkak se në lëvizjen Arbëria nuk kemi dëgjuar që disa kryetar të përjashtohen e ndaj disave të ketë prioritet. Është fjala për shembull zoti Mexhidi publikisht ka deklaruar që lideri i Vlenit pritet zgjidhet me stidh dhe zotit Kasami, duke anashkaluar juve si pjesëmarrës tjetër në këtë koalicion. Debatet të tilla kemi edhe ne brenda, po është një fakt. Publikisht nuk kemi dëgjuar. Është edhe një fakt i pakontestueshëm deri tani. Do të thonë se Vlen funksionon Vlen ka sjell demokraci në organizimin politik të shqiptarëve. Deri tani nuk e kemi pas një demokraci të tillë në organizimet politike të shqiptarëve. Deri tani kemi pas one man show, lideri dhe gjithçka mbaron aty. Fjala e liderit është liq në parti. Vlen jo nuk funksionon kështu. Ka demokraci dhe ka demokraci konsensuale, që është shumë e rëndësishme. Dhe fillimisht ne ushtrojmë demokraci funksionale brenda organizimit politik, që më pas këtë demokraci konsensuale ta shtrojmë edhe në raport funksionimit të vetë shtetit mes shqiptarëve edhe maqedonas. Besoj që mbrëm, se e filluam kështu natyrshëm, po mbrëm e keni dëgjuar prononcimin e njërit prej liderëve të koalicionit Vlen, zoti Kasami, ku nga i prononcim nëse nxjerrim mesazhe të caktuara reflekton që ka një situatë të tensionuar për brenda koalicionit Vlen. Ju si pjesëmarrës në këtë koalicion, çfarë mund thoni, a ka vërtet krizë për brenda Vlenit përkundër gjithë asaj që tha zoti Kasami mbrëm? Unë nga informacionet që kam dhe nga kontaktet me përfaqësues e partive që e përbëjmë Vlenin, nuk e kam këtë bindje se ka krizë. Mund të ketë debat, dhe ka debat, mund të ketë mos pajtime për çështje të caktuara, po kur ka komunikim, dhe ka komunikim, dhe në këto let të i kalohen. Deklaratat për përgjegjësi dhe llogaridhënie që i dha performancë zoti Kasami, nuk duhet shihen si krizë, nuk janë tension. Po është një kulturë e re politike që instalohet këtu në vend, se qeveria me patjetër llogaridhënia është parim themelor në demokraci. Mirë po, a i prek... Funksionarët duhet t'japin llogari për punën, dhe këto nuk ka asgjë të keq. Nuk do të thotë se ti pse jep llogari do të shkarkohesh. Nëse ke performancë të mirë, jo, zoti Kasami paralajmëroi edhe shkarkimin. Nëse nuk ke, sigurisht,
Po këtu është dallimi që është e mirë kjo. Për kë Qytetar duhet ta mirëpres. Domethënë funksioni nuk është komoditet personal. Funksioni do të thotë ti shërbesh qytetarëve. Sigurisht. Mirë po. Jo siç deri tani, për shkak se opinionit e ne u ka mësuar me një politikë atë mjedisin e vjetër që 20 të funksionarit të përjetshëm. 20 vite kemi pas në përposte, lloj skandali kanë bërë, të gërditshëm, moral dhe kombëtar, dhe i ke ende në skenë politike. Duhet përfundon kjo logjik, kjo mendësi. Duhet fillon të instalohet një mendësi e re dhe kulturë politike, ku në radhë të parë, çdo funksionar do të jep llogari për punën që bën. Edhe që e ka obligim. Mirë po thirrja për krijimin e një mendësie të re, që siç po paralajmëroni ju, a mund të bëhet kjo me figurat vjetra politike, sepse figurat përbërëse të koalicionit Vlen nuk janë figura të reja, nëse flasim për liderët. Nuk them për figura, për personalitete, them për mendësi. Dakor? E po kush e ndryshon mendësi? Po ndryshon, është Vleni e ndryshon. Si e ndryshon Vleni derisa në krye ka figura të... Tani sa flasim se një subjekt në politikë në Vlen dhe shumë dhe të gjithë të tjerët, sonte do të kanë takim për funksionarët të japin llogari për punën që bëjnë. Nuk presim skandalet mëdha. Domethënë, opinioni thotë çfarë bëjnë këto, ne nuk kemi dëgjuar ndonjë skandal të madh që kanë bërë funksionarët. S'ka nevojë të presim skandalet mëdha. Është gjë normale që ti ko pas kove të japsh llogaridhënie për punën që bën. Organet përkatëse vendosin vazhdon, shpërblesh për ndonjë pozicion tjetër rritesh, ose nuk është edhe fundi i botës nëse për një moment tërhiqesh. S'është fundi i botës. Po nuk është fundi i botës. Po, ju nga ky pozicion mbas se keni edhe përvojë, sepse edhe jeni tërhequr vetë në momente të caktuara nga skena politike, por megjithatë, zoti Vazliu, ato mesazhet të zotit Kasami i paraprin edhe deklaratës të sotshme të kryeministrit Mickovski, i cili dha sinjale shumë të qarta. Derisa zoti Kasami mbrëm fliste për performancën e ministrave dhe funksionarëve të koalicionit Vlen, që nëse kanë bërë punën si duhet vazhdojnë, nëse jo shkarkohet, zoti Mickovski sot dhe tha shumë troq. Nuk është askush në atë pozicion që të emëroj ose të shkarkoj. U rikujtoi gjithë liderëve të koalicionit Vlen që ai është kryeministri i vendit dhe ai vendos për kë duhet vazhdoj ose jo. Mes tjerash dha shumë fjalë miradije për zotin Fatmir Limani, për të cilin aludoi mbrëm pakënaqësia e zotit Kasami. Kështu, kryeministri kur e ka bën koalicionin me Vlenin, është taku me liderët e koalicionit. Me njërin prej tyre që sot nuk është pjesë e këtij koalicioni, është takuar me zotin Taravarin. Shtrëngimi i duarve ka ndodhur për herë të parë 2 ditë para zgjedhjeve me zotin Taravarin. Edhe me të tjerë. Edhe me të tjerë. Me të gjithë. Publiku e mban mend atë shtërëngim duarsh me Taravarit dhe zotit Mickovski. Mirë, edhe me të tjerë. Ka, domethënë pas asaj është taku në Selinë e Vlenit, domethënë ishte kryeministri. Po, grupet punuese po. Edhe propozimet, ndarjet që i kam bërë, nuk kam qenë unë atë. Sakt, sepse ju më voni. Ndarjet, po domethënë, janë ndarjet që i dim të gjithë. Ndarjet që janë bën pushtet, propozimet janë caktuar prej partive përkatëse, për funksionar. Dhe qeverisja tu nuk pajtohet me kryeministin. Qeverisja duhet të nënkuptohet vetëm si partneritet i barabartë mes atyre që e përbëjnë koalicionin qeverisë. Po, duhet të ishte, po zoti Vazliu realitet po thotë që nuk është kështu, sepse nuk është hera e parë që zoti Mickovski u dërgon koalicionit Vlen sinjale dhe mesazhe të qarta që këtu zoti Mickovski vendos kur bëhet fjalë për emrime dhe shkarkime. Dhe në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Po s'është ashtu, ne shohim që shkarkohen funksionarët. Apo? Cilët funksionarë? Po ja, disa drejtorë janë shkarku, emrohen. Flisnim për një zëvendës drejtor në meteorologji, janë çështje. Domethënë, atë ka kërku Vleni, kur do vijnë në rast që të kërkon, edhe ministra do të shkarkohen. S'ka çare, kështu funksionon. Kështu funksionon. Po është çështje e sicilës parti se si cilët funksionar, domethënë,
i merr në përgjithësi, llogari e kështu me radhë. Dakor. Ajo që është më rëndësi në këtë situatë, do të thonë që edhe vleni që e përcjell si porosi të qytetarët se llogaridhënia dhe përgjithësia janë të domosdoshme në politikë. Krijon një standard të ri në politikë. Funksionarët nuk janë për akomodim personal, për rehati. Funksionet nuk janë për rehati personale, po funksionet duhet të shërbejnë, je aty ti në funksion për të shërbejë qytetarëve. Dakor, mirë po, në një prononcim, ju po mesazhet flisni dhe porosia kryesore që përcjell. Mirë po vetëm në formë deklarative, akoma diçka konkrete nuk kemi parë se ndonjë ministër ose zëvendësministër ka dhënë llogari për punën e tij ose saj. Ja, japin. Ku japin? Japin si cilë për organet e partive, ja. Ja, sonte e ke për shembull Kuvendin e partive, që për herë të parë po ndodhe, nuk e dim se çfarë do të ndodhe, po. Akoma nuk janë informatat zyrtare çfarë është diskutuar dhe po diskutohet në këtë takim. Pse jep llogari, nuk bëhet fundi botës. Thjesht ka funksionar që do të tregojnë sukses. Nuk do të thotë se ne kemi mbledhë dhe tash do të shkarkojmë gjithë. Jo, sipas jush cilët funksionarët nuk kanë treguar performancë të mirë. Sipas jush, po. Nuk do të rezervohem unë me emra. Dakor. E para dhe nuk më takon, për shkak se Arbëria është kyç shumë vonë. Nuk kemi ne kuadro, dhe me thonë, në eshalonet ministrore, zëvendësministra. Kam une rezervat e mia për disa funksionarë, që ndoshta performanca e tyre mund tjetë më e mirë, disa kam vërejtje, por në përgjithësi, dhe me thonë, nëse bëjmë krahasimin e funksionarëve të tanishëm, me krahasimin e funksionarëve në të kaluarën, dhe me thonë, jam shumë i kënaqur me detyrën që bëjmë. Kuptohet, duhet të përmirësohem dhe të japim rezultate të këndshme. Kuptojmë, sepse do të ishte e paqëditshme nëse do të ishte i pakënaqur përderisa i pjesë e koalicionit vlen zoti Vazhdim. Jo me fakte. Megjithatë, ne nuk shohim skandalet që i kemi pa përpara dhe i kanë bërë. Po, zoti Vazhdim ka vetëm 2 vite që jeni po. 2 vite nuk janë po, parë. prandaj nuk e dim se a ka skandale ose nëse ka kur do të bëhen publike. Po megjithatë ne jemi dëshmitar të skandaleve publike në kalume që kanë pas. Për ditë ishte skandal. Por që kanë dalë shumë më vonë se sa kanë ndodhur. Jo, edhe në atë kohë kanë dalë. Mbase ka raste shumë po kanë vazhduar, specifike. Nuk kanë kërku llogari, ka dalë leadershipi, ka mbrojt, edhe kështu me radhë. Edhe krijuam funksionar të përjetshëm. Megjithatë, edhe përkundër gjithë këtij debatit, prandaj edhe filluam me këtë çështje sepse këtu vihet në pikpyetje edhe çështja e stabilitetit të qeverisë dhe vazhdimit të rrugtimit të lëvizjes Besa për brenda koalicionit Vlen. Megjithatë, përkundër gjitha pretendimeve që janë ngritur që zoti Kasami e ka fjalën për punën dhe performancën e zotit Limani, sot zoti Limani ka pasur një prononcim ekskluziv për televizionin Shenja, i cili deklaroi që përkundër atij debati që po zhvillohet me padurim me pret guximin e një vendimi që do ta merr lëvizja Besa, që pastaj ai të veprojë. E megjithatë është prononcuar dhe një varg të punëve dhe aktiviteteve të tija që ka bërë për do të thotë nga ky pozicion që është ministri i punës dhe politikës sociale, demografisë dhe rinisë. Megjithatë, nga prizmi juaj, si e vlerësoni punën e zotit Fatmir Limani në këtë përbërje qeveritare? Ju jeni lideri një subjektit të sapo themeluar dhe që shumë vonë potencuar jeni kyçën në lëvizjen Vlen, në koalicionin Vlen, po megjithatë kur keni komunikuar për të fundit, sepse ju në fjalën tuaj hyrse thatë që është po dëshmoj një formë tjetër demokratike, derisa ka komunikim edhe demokracia vihet në zbatim. Kur keni komunikuar për të fundit me zotin Limani? Ju dhe me zotin Limani. Po. Me zotin Limani, për herë fundit që mi pa dhe kam komunikuar, ishte në festën e 28 nëntorit që organizoi Ambasada e Republikës së Shqipërisë. Shumë bukur që e përmendet këtë gjë, sepse Ambasada e Shqipërisë unë përmend edhe mbrëm. Jo, kemi, më pyete për Fatmir Limani, jemi taku. Tash, nuk kam pas unë nevojë dhe Arbëria për çështjet caktuar që do ta kisha
taku për punë zotin Limani, se me siguri do të ishim Do të kishit komunikuar. Ajo që unë rezervohem në këtë moment, nuk du të hi në çështjet e mbrendshme të një subjekt, nuk do të ish korrekte, që unë të marr anë në çështjet e brendshme të një subjekti të partnerit që e kemi në koalicion. Mirë po, a jeni... Ka vetë lëvizja Besa, dhe me thënë është mjaftueshëm, ka kapacitete demokratike, që nëse ka eventualisht ndonjë mosmarrëveshje brenda, ta zgjidh me dialog, me bisedim dhe me vendimet që duhet të sjellin ata. Ashtu siç i zgjedhim problemet kur kemi mes partnerëve në koalicion. Ajo është çështje e lëvizjes Besa, unë e i respektoj në fund vendimin që do ta merr lëvizja Besa. Edhe në qoftë se medalje prej koalicionit vlen. Nuk besoj se deri tani nuk kemi dëgjuar që kështu se do të del prej koalicionit vlen lëvizja Besa. Jo, me tjera zoti Kasami diskutoj që edhe vazhdimin e rrugtimit të lëvizjes Besa si parti politike dhe fokusi çdo herë është shihet moment kohës së fundit që vazhdimisht theksohet lëvizja Besa. Deri tani, domethënë, sa i kemi ne informacionet dhe si veprojnë kontaktet, një gjë e tillë as që diskutohet, as që mendohet, po është në drejtim që koalicioni vlen të bëhet edhe më i fuqishëm, të funksionoj më mirë dhe ideja edhe e shkrirjes në një subjekt të vetëm. Këto janë debatet që ndodh për momentin brenda koalicionit vlen. Do të diskutojmë. Tjetër gjë, deri sot dhe në këtë momente, nuk ka dhe unë nuk i kam informacionet të duhura. A ju ka informuar zoti Kasami që do ta kap fshesën për brenda partisë së tij? Partnerët tjerë të koalicionit vlen? Jo, kemi pas më herët komunikime me eksponent të lëvizjes Besa, me eksponent, me kryetarin Kasami, me të tjerë, dhe kemi komunikuar për këto çështje. Domethënë për çështjen e parim llogaridhënies, përgjegjësisë të funksionarëve, jemi aty qytetarët, votuesit shqiptarë na kanë votuar për një performancë ndryshe nga e kaluara, për këto i kemi diskutuar si parime. Jo, çështje tjera kuadrovike janë të partnerit koalicionit. Ashtu si do të ishte nëse bëhej fjalë për Arberin. Dakor. Ne do të kishim konsultuar, do të kishim dëgjuar sugjerimet, po vendimin në fund ditës do ta merrshim ne me organet e partisë. Ju pyeta edhe më herët, por në ndërkohë si ndikon kjo në pozicionin e koalicionit vlen në këtë përbërje qeveritare, derisa kryeministri Mickovski shprehej shumë kategorikisht që ky vendos se kush do të jetë edhe funksionari shqiptar që do ta udhëheqë një ministri të caktuar. S'është ashtu. Retorika e tij është retorikë e tij, nuk është ashtu. Po si është ndryshe zoti Vazliu, derisa zoti Limani pra vazhdon ta ushtrojë këtë pozicion të këtij. Kush e zgjodhi Bekim Sali zonjën kryeministër? Mickovski? Po, edhe është jo e zgjodhi Vleni. Jo, është pyetur edhe zoti Mickovski. Kush e zgjodhi zotin Muhamet Hoxha, ministër të ekologjisë? Mickovski? Jo. E zgjodhi Vleni me propozim të LDS. Kush shkarkohet drejtorët? S'është ashtu. Është retorikë që mendoj se nuk duhet. Mirë, jo, me që vazhduat në përmendje të ministrave, sepse nuk janë shumë ministri dhe mund të diskutojmë për 4 ministrit që janë. Atëherë, kush e zgjodhi zotin Fatmir Limani, ministër të punës dhe politikës sociale? Në atë kohë, unë nuk kam qenë pjesë e tani e ka zgjedh, e ka propozu Lëvizja Besa. Zotin Azir Aliu, ministër të shëndetësisë? Zotin Azir Aliu është e aleancës së zotit Arben Fetaj. Janë çështje këto që dijen, po. Nuk i ka zgjedh Mickovski. Mirë, po Mickovski po deklaron që ai mban, do thotë ai vendos se kush duhet të ndrohet. Po tani do ta dëshmoj ditën vijim do të dëshmohet. Po ditën vijim do të dëshmohet se do të shkon të shtëpia edhe Stojlkoviçi, do të shkon të shtëpia edhe Filkovi, do të shkon të shtëpia edhe Janevska. S'është ashtu. Nuk thotë që ne i ndryshojmë ato.
Performanca e dobët e funksionare, performanca që shkaktojnë pakënaqësi të qytetarë, pakënaqësi etnike. Pra, ju vlerësoni se në rikonstruimin e parë të qeverisë, 3 ministrat nga VMRO DPMN që do të largohen nga kjo përbërje qeveritare, janë këta emra që i apostrofuat. Jo, une ishte mendimi im. Vlerësimi ju. Vlerësimi im. Nga koalicioni vlen? Kush mendoni se në rikonstruimin e parë? Jo, nuk e di, janë çështje. Jo, sepse përmendet emrat nga VMRO DPMN. Vetë si, domethënë, nëse shkojmë me këtë retorik që e thot kryeministri Mickovski, atëherë retorika nga anë tjetër është kjo. Dhe duhet vendimet për shkarkim, për emrim të ministrave në Vlen, sigurisht që merren në konsultim me gjithë partnerët, po kjo ndarje është një ndarje, ekziston aty në Vlen, për vendos partia cilës i takon ministria. Pra ju, zoti Fazliu, për ta kuptuar çfarë qytetarët, ju po thoni që Vleni vendos se kush ministër shqiptar do të jetë në krye të një institucioni që i takon këtij koalicioni. Sigurisht. Po nëse dëshmohet e kundërta tani me veprimet sa i përket zotit Limani, sepse deklarata e sotshme në mëngjes, zoti Mickovski e përsërisht tha troç, u kujtoi të gjithëve që kanë harruar se unë vendosi kush do të jetë në krye të ministrit. Ta presim vendimin e lëvizjes Besa, pastaj flasim. Dakord. Po një gjë ta keni të qartë. Dhe është e dëshmuar kjo. Për Vlenin vendos Vleni. Pik. Ku e keni dëshmuar? Si, ku e kemi dëshmuar? Po, zoti. Po i thash deri tash çfarë flasim ne. Kush e ka zgjedh zotin Bekim Saleh? Kush e ka zgjedh zotin Mohamed Hoxha? Keni dhënë propozime. Kush i ka zgjedh edhe këto ministra të tjerë? Jo, zoti Fazliu, keni dhënë propozime dhe këto propozime... Në fund i zgjedh deputetët atë. Janë miratuar edhe nga kryeministri i vendit. Nëse e shef formalisht juridik, i zgjedh kuvendi. I zgjedh kuvendi. Ne nuk po flasim për ato procedura teknike. Në praktik. Po flasim për realitetin. Në praktik, ti je ke partner i barabartë në qeveri. Dhe për pjesën që takon ty, i zgjedh ty. Ashtu si edhe unë hitë si pëlqej ministrat e Znamit. O Znamit e zgjedh. Po, për ata po e di. Nisoj për Vlenin, Vleni e zgjedh. Pik. Do ta shohim ditën e vjen do të vërtetohet. S'ka nevojë çat shohim, është dëshmuar kjo. Sepse është dëshmuar që edhe shumë resort të zbrazët kanë. Është dëshmuar. Tash, më lejo. Mund të ketë ka pas, do ketë gjithmonë, mund të ketë brenda edhe tensione. Një funksionar me partin. Po kjo nuk do të thotë se mund të ketë. Mund të ketë. Prandaj janë organet e partisë, mlidhen, debatojnë, shohin performancën dhe sjellin vendim. Mund të ketë. E ke pas zotin Taravari ti. Si shembull. Do të thonë në qeveri sot nuk është, ka pas përplasje, brenda partisë, o largu, një pjesë tjetër ka vendos e partisë që të vazhdon, kjo është. Po jo se ndikoj aty Mickovski ose VMRO-ja, jo, ishte proces i brendshëm i asaj partije. Zoti Fazliu, ne po flasim këtu në këtë momentum që jemi, mirë po publiku mba mend. Zgjedhjet lokale u mbajtën më 19 tetor. Gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale, zoti Mickovski publikisht para mediumeve kërcënoi publikisht shkarkimin e një drejtori që e kishte emëruar koalicioni Vlen. Fjala është për Haqim Ramadanin, ish kandidat në komunën e Bërvenicës. Dhe askush nga koalicioni Vlen nuk e tha një fjalë të vetme për këtë çështje. Rasti i dytë, zoti Mickovski e kërcënoi publikisht drejtorin e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, zotin Arsim Idrizi, thatë që nëse edhe një herë përsërit të njëjtën gjë do të shkarkohet. Pra pa u konsultuar me juve. Kështu. Me zotin Haqim Ramadanin, unë jam edhe sot e këtë ditë në kontakt, e kam përkrah deri në fund. Lindje edhe ati ndoshta një mosmarrveshje edhe brenda Vlenit, edhe në partisë qaj përfaqësonte. Po. Po, sepse atë ne kemi konsumum mjaftueshëm, po është çështja që vetë kryeministri vendos. Është brenda, po s'është ashtu. Po ashtu ndodhi. Kur u ka emërtu drejtori që e zaventon zotin Haqim Ramadani? Keni këtë informacion? Kur është emëruar? S'ka një javë.
Mirë, atëherë pse... Jo, të lutem. Po. E shkarkoj Mickovski? Jo, nuk mundi të shkarkoj. A është drejtar ende që përmendet Arsim Midrizi? Po tha nëse e bën edhe njerë të njëjtin gabim. Jo, dha një Nëse- vërejtje. dëgjoj, Jo. dëgjoj. Zoti Nëse Vazlio, bën tani është, gabime, po tani dha vërejtje nëse- publike, tha, po, përsërit është edhe drejtar, njerë. është Edhe njerë, drejtar. mos ju përgjish Është- media me Maqedonasin, unë do të drejtar, shkarkoj. Po i njëti zoti Dhe Mickovski. askush nuk doli në mbrojtje të I njëti tij. Mickovski doli tha për provimin e avokaturës që do të mbahet Shqip. Po, përmes një ligjit të vetëm. Po do të mbahet, do zgjidhet. Po e tha, jo, Do kjo- zgjidhet. ne Do do të flasim kjo për çfarë këtë do çështje sepse Nuk, sa i përket retorik provimit të e politikës jurisprudencës. ditore është diçka tjetër, vendimi, funksionimi në praktikë është tjetër gjë. Jo që s'ka probleme, nuk du të them se këtu shkon gjithçka perfekte. Ka probleme të mëdha. Ka probleme të mëdha, nuk Jo, nuk mund ta mohoj Nuk askush, e sepse mohojmë. ato janë gjëra që Po, vleni qëndron, sigurisht që duhet performancat të përmirësohet, atë e them edhe unë vetë, duhet përmirësohet pak më mirë, po në krahasim me të tjerë nuk duhet ta bëj këtë krahasim, për shkak se tash jemi, dallon shumë puna e vlenit. Edhe në projekte, edhe si sillen ka Shqippostit. Zoti Fazlio, a ka kuadro të mjaftueshëm koalicioni vlen sepse është bërë ka kaluar pothuajse një vit e më tepër kur zoti Taravari e ka lëshuar qeverinë dhe Ministria e Mbrojtjes ka pas zëvendës ministër shqiptar nga partia e zotit Taravari, pra ka qenë zonja Elfeti Ismaili, ai resor u lëshua dhe nuk u plotësua akoma. Tani kemi Ministrinë e Arsimit që nuk ka zëvendës aty, ka edhe disa drejtori të shumta të cilat kanë ngelur pa pozicione të caktuara dhe pse i takojnë koalicion vlen. Ku është problemi dhe ku është ngërçi? Po mungojnë kuadrot apo po dërgoni emra të cilat nuk janë të pranueshme për partnerin qeveritar? Jo, nuk është ashtu. Vleni ka kuadro Jo, shumë cilësor, po këtu Po. ja pajtohem edhe unë, është një defekt i vogël që është zvarrit shumë. Jo, nëse e quni defekt i vogël që në Ministrinë e Arsimit mos ketë zëvendës ministër shqiptar, është defekt i madh, zoti Fazli, sepse kush do duhet të mbrojë interesat shqiptare. Jo, tani dha dorëheqje zëvendës ministri, e çmoj shumë. Po, zotin Aliu, po. Për aktin e tij, shumë e çmoj. Domethënë, kjo është dallimi që bën vleni. Domethënë, ka ndonjëherë Kur nuk shojnë punë, heqin dorë. Heq dorë, vëlla, nuk është punë. Kush do të Domethënë, është shumë nder i madh për tani, domethënë është ajo pjesë i takon ky post bazë ndarjes, që është brenda koalicionit vlenit takon alternativës, dhe unë besoj se shumë shpejt alternativa do të ka, jo vetëm një, por ka disa propozime që i shqirtojnë ata, që shumë shpejt do të propozojnë. E pse në Ministrinë e Mbrojtjes? Edhe në Ministrinë e... Sepse nuk është kohë e shkurtër. Edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, po, pajtohem këtu. Është lënë shumë gjatë, është gabim. Që është dëshmi e një... Jam i bindur, po tash defekti nuk kam përbrenda shumë koalicione. informacione. Jo, ka pas... Jo të them se është ruajt ai vend për dikë. Po, sepse ashtu flite që ruaj për PDSH-n nëse do t'i bashkojë koalicion qeveritar. Është edhe, ndoshta kjo, por nuk e di, nuk marr. Edhe nëse do t'ishte kjo, do t'ishte fatale. Nuk marr këtu diçka që se di, po a është fakt se presin të dera e qeverisë? Po, plot. Ndoshta edhe kjo ka qenë. Jo thuni kështu. Nuk bën ashtu. Nuk bën. Po. Nuk bën. Do të zgjidhet ajo çështje. Sa më pa. A edhe kjo se presin të dera e qeverisë, presin. Kush pret të dera e Po qeverisë? plot, a shet 80 kam rrinë numri i deputatëve që përkrajnë qeveri. Në format ndryshme. Kush janë ato parti politike, sepse po i shojme kemi një deputet pavarur. Po gjithë presin të qeveria. Të gjithë. Jo, s'kemi opozitë, fatkeqësisht, nuk kemi, gjithë presin. Jo, të gjithë. Ajo është shumit që u bë, ato 80 deputet, në mesin ato deputetve nuk është asnjë deputeti ASH-së zotit Cela. Presin nuk është asnjë deputet i Bashkimit Demokratik Politik. Edhe BDI-ja pret të dera e qeverisë, të gjithë. Fatkeqësisht nuk kemi opozitë. A mos e dëshmoni këtë, sepse kjo është deklaratë politike, presin të gjithë si po shije, derisa sa e din kush ja mundsoi ligjin për riorganizimin e qeverisë në fillim të mandatit, me votat e kujt u bë? Me votat e BDI-s.
Po. Edhe tani me votat e BDI-s. Me votat e BDI-s ashtu morën vesh në takim që do të kenë edhe për ligjin për Safe City, po nuk njerëz për ditë. BDI-s. Për ditë ka kalime nga BDI. Jo, këto janë tema dhe çështje tjera zoti Vazliu. Po janë ato kalime. Janë çështje tjera, janë kalime për ditë. Për ditë shkojnë. Cili ishte kërkesa e zotit Ahmetin takim të liderëve me Mickovskën? Të takoj pak vetë. Pse të takoj vetë? A u mërzitët shumë se do të takohet zotin Mickovskë me zotin Ahmeti? A ju brengosi, a ju friksoj, a ju shqetsoj kjo çështje? Jo, unë kur s'kam kërku, as kërkoj të takohem me as me Mickovskën, as me tjerë. Po kjo është shumë pse vetë, që ti thush, po e dim në njëmi, merëm qeveri. Edhe del pastaj Mickovskë të turpron para të gjithëve. Thot kjo arte, ajo dhoma e rrëfimit në kuvend 161. E tani e demantuan, edhe zonjën Dafina Stojanovski, po e demantuan. Po jo brenda njeriu që ka qenë aty, nga BDI e demantuan këtë. Njerëz që kanë qenë prezent, thënë, në atë takim nuk e demantojnë. Se është ashtu. Jo, BDI ka dalë me kumtesë veçantë ku e ka demantuar këto pretendime të deputetës së Vëmëros Dafina Stojanovska, do të thotë demantuan sepse flet për gjëra të pavërteta. Vetë deputetja tha ke ardhur në zyrën. Mira, e duhet ta dëshmoj. dëshmoj. Vetë personat që kanë qenë në takim e thonë një gjë të tillë. Dakor, shkunja te vari gosit Delçevit, delçevizmi, s'është larritje për në qeveri. Jo opozitëve. Shkuarja e kujt? E përfaqësuesve të BDI-s. Pse s'po i përmendem emra? Po nuk ka nevojë, nuk është çështje personale, nuk jam politikun për çështje personale. Jo, nëse i përmend me emra nuk është që zbret në nivel personal. Jo, s'është çështje personale. Dakor, tani po s'është çështje personale. Jo, po nëse kanë shkuar atë edhe ai personi ka shkuar ka caktu. Jo, nuk e kursej. Nuk e kursej Arbër Ademin. Po prandaj pse nuk e kursej asken. Dakor. Po s'është se Arbër Ademi ju ka kujtuar vetë shkon aty. Jo, dihet normalisht derisa pa koordinim. Ka sjell vendim, i ka thënë dikush shkon atje, nemën BDI-s, nuk është çështje, nuk e personalizoj, nuk kemi asgjë personale. Dakor. Është 20 vjet unë jam sken politike. Kur me asken s'kam personale. Mirë. Nuk është Zoti Vazliu, tani të kthehemi tek realiteti që jemi sot. Sepse këto ngjarje, dakor, kanë ndodhur viteve që kemi lënë pas. Mirë, megjithatë, mbrëm Zoti Kasami ngriti edhe një shqetësim që pastaj pasoi edhe me reagimin e ambasadës së Shqipërisë, të cilët thanë që ne nuk merremi me politika ditore, por me politika shtetërore. Çfarë halli ka koalicioni vlen me ambasadën e Shqipërisë në Maqedoni? Unë do të flas tash për vete personalisht. Po, sigurisht. Për secillit prej liderëve në vlenë, domethënë ka pas, me sa di unë, qëndrim, po kam pas edhe takime me ambasadorin e Shqipërisë. Ja, po e them hapur, ne si Lëvizja Arbëria, përveç që kemi qenë ftesën e organizimit pritjes për 28 nëntorit, nuk kemi pas takim ende me ambasadorin e Republikës Shqipërisë. Po kjo nuk do të thotë. Ne kemi një qëndrim Lëvizjen Arbëria. Me Shqipërinë edhe Kosovën i shohim mbi partitë. Pse s'po kontriboni atëherë që ky qëndrim të bëhet edhe qëndrim unifikues i koalicionit? Edhe kur merren përfaqësues të shteteve Shqipërisë apo Kosovës, përfaqësues caktuar, cilën do, çfarë do që të jenë, deputet, ministra, ambasador, kanë preferenca personale, politika, nuk na pengon. Le të jetë edhe politikë ditore nëse i shërben një kauze apo një drejtë shqiptare. Le të jetë, mirë është. Pra, për ta marrë një përgjigje më të nuk më pengon edhe nëse shkon për ditë shoqërohet me Bujar Osmanin, me zotin Ahmetin, nuk më pengon. Vetëm se është përfaqësues i shtetit tim. Nuk më pengon. Binjet e mia personale mund t'i kem, po jo, këtu nuk na pengon. E them si kjo është bindje ime personale, po edhe e Lëvizjes Arbëria. Shqipërinë e shohim mbi partinë. Njësoj dhe Kosovën. Nuk jemi si të tjerë, për shembull zoti Ahmeti kur vetvendosja
ka takime këtu, alarmon. Po të se dhe ju keni alarmuar Jo, kur ka nuk- pas jo. zoti Rama, po Kush- si jo, kush në ju, çarshit të kush ju? Shkupit. Koalicioni vlen, zoti Vazlio. Unë jo. Po ju Arberia, jo, mirë, po jo. zoti Edi Jo. Rama kur ishte në çarshit jo, i Shkupit dhe Arberia, jo. takoi zoti Jo. Osmanin e Jo. zotit Aravarin, u Jo. ngrit shumë pluhur që vjen një kryeminist shqiptar. s'është ashtu. Nuk Dakor. është. Jo. Ju po flisni tani në emër të Po edhe lëvizjes në emër të Arberia, po Arberisë. lëvizja Po edhe Arberia Vleni, është pjesë edhe e koalicionit. Vleni, Po, edhe Vleni atë tregon- mund ta marrë Jo, askush. jo, edhe Vleni tregon një maturit madhe politike, veç të ditë është taku ambasadori me sa e kemi ndjek të gjithë, me zotin Bilal Kasami, me zotin Izet Mexhiti, edhe me zotin Bekim Sali. Që pasaj këto u lexuan si rezultati i tensioneve që ekzistojnë. Jo. Po nuk e dim, janë çështje diskrete që janë biseduar me personat në E fjalë. thash, unë nuk jam taku me zotin Mejdanin, cilësinë e lëvizjes Arberia, po e respektoj deri në fund, vetëm se është përfaqësuesi i shtetit shqiptar. Shqipëria e Kosova është mbi partitë. Dakor. Kjo është bindje ime dhe vendim i Arberisë. Ku qëndron lëvizja Arberia në këtë moment politik? A ndjeni komod për brenda koalicionit Vlen, zoti Fazliu? Lëvizja Arberia, ne jemi themelu me 5 korik. Është një afat kohë, në 7-8 muaj jemi në skenë. E nisëm si organizim qytetar, lëvizje qytetare. Nuk jemi të regjistruar si parti politike, por si lëvizje me synime politike. Qytetare, po me synime politike. Gjatë kësaj periudhe kemi arrit bas nesh kalkulimeve që kemi ba, kemi arrit rezultatet mira, dhe me thëmë për një kohë të shkurt, ne arritëm të bëhemi pjesë e Vlenit, të jemi pjesë Që pastaj ju Vlenit. akuzuat se jeni krijimi i Vlenit. Jo, s'është ashtu. Po, ashtu kanë qarkulluar. Po kanë qërkullu, po s'është ashtu. Akuzat të kësaj S'është natyre. ashtu. Po. Nuk është ashtu. Për shkak se janë mësu këto, se çdo herë dikush duhet t'i formon. S'është ashtu. Nuk jemi sot ne. Nuk jemi sot ne në politikë. Po, e vërtet. S'jemi sot, 20 vite. Dhe kemi një rrugë drejt. Dhe pima herët ne kemi pas iniciativë, ide, të me lëm një subjekt politik. Kemi qenë shumë të kujdesshëm, shak se skena politike për ditë lindshin parti politike, u bën 10. Nuk e nisëm si parti politike. ne. Sot hiç më pak. Nuk e nisëm, dhe kur e pam se njerëz, personat, edhe subjektet që thireshin në idealet që bashkë i përfaqësonin dikur, i kontrabanduan, i harruan, i tjetërsuan, dhe shkuan njëri pas tjetrit në prerin e Zotit Ahmetit, që s'lan gjë pa thonë, 20 vjetë karrierë politike dikush. Atëherë pam se u kriju një vakum ideor dhe politik, dhe ishme pa tjetër që të organizohemi dhe arritëm të bashkëpunoni me njerëz të ish arritëm që BDI-s. BDI-n ta mundim keq, që ishë synim i joni politik, ta mundin ta shkërmoqin në zgjedhje. Jo për shkak personale, për shkak një mendësie që instaloj, që e përmendëm edhe më herët, që nuk i bën të mirë. Mirë, zoti Fazliu. shqiptarëve. Juve Dhe tani, çka ju dërgoi në bashkëpunim me Vlenin? Ishin çështjet programore, sepse po flisnim për një lëvizje që akoma nuk ishte zyrtarizuar dhe akoma nuk është si parti politike, apo ishin ato kalkulimet partijake dhe ajo që njihet në popull dhe në opinion që njihet si interes klanor, grupor. Sepse po bëhet fjalë për një lëvizje që ka dalë me figura politike që kanë qenë aktive më herët pra në PDSH, dhe tani del një lëvizje që formohet dhe pas një muajit hyn në një koalicion me koalicionin ekzistues Vlen. Pse me Vlenin dhe jo me AKI-n ose ndonjë alternativë tjetër? për shkak se atë që tani e thash, nuk do të na ngjante ne me shkojshim me AKI-n me BDI-n. Shumë paftyrë do të jemi që të shkojshim me BDI-n. Një betejë të jashtëzakonshme dekadash e kemi pas ne me BDI-n. Mirë, se Dekadash. Tani e ka për vlla momentumin kur duhe që Vlenit një krah për
ta sjell atë që 20 vjet ne e kemi... Se nga kjo studio, ju po thoni që do t'ishte e turpshme nëse do të shkonit me AKI-n, mirë po nga kjo studio, zoti Arbër Ademi ka thënë që këta, do thot po e citoj, që këta figurat që e përbën koalicionin Vlen janë produkt dhe brum i BDI-s, duke aluduar edhe në zotin Mexhiti dhe në zotin Kasami të tjerë. Ka një rregull edhe hynar, ai që i largohet keqës, ai që i bashkangjitet keqës është problem. Nuk janë BDI, ka që thjesht. Kështu pati deklaruar dhe zotit Aravari më herët, për zotin Mexhiti, mirë po më vonë ndryshoi deklaratat. Pra se edhe zotit Aravari e pa të vlerësuar lartë largimin e Izet Mexhitit nga BDI. Por tani nëse e pyesim nuk mendon kështu. Po duket në rregull zotit Aravari? Jo, këto unë nuk i bëj këto. Dal tash telefon tim, të shohim statuset, çka ka thonë për zotin Ali Ahmet. Duket në rregull kjo? Jo, se nëse i marrim për duket në rregull këto akrobacione politike. Jo, nëse i marrim për që sot fol, nesër harron. Po cili politikan nuk ka bë akrobacion, nuk po du në asnjë mënyrë të justifikoj veprimin e akrobacioni kemi ne. M'fal, ma thuaj. Ju personalisht keni qenë edhe njerëz që po, nga PDSH keni kaluar tani më në një lëvizje që bashkëpunoni me koalicionin Vlen. Jo, nëse ky nuk është kalim prej një parti. Po nuk jeni në PDSH. Jo, ju zoti Fazliu njiheni me llogën pasysh të PDSH-s. Po mirë. PDSH-ja nuk është se e bëjnë si vetëm emrin simbol. Ajo që thirret si ideologji që ka nis prej viteve 90 dhe para 90-s, fillim PPD, PPDSH, PDSH sot e kenë Arbëri, është një rrugë. Tjerë, pse i zaptojnë logot, emrat, partit, e shkojnë për ditë, ti mund të thirrësh në PDSH, të shkojsh koalicion me Ali Ahmetin, si e me PDSH. E këtu një sharim. Sepse e mban logon, partin, vullat e kështu me radhë. Ideologjia, ideali. I zotit Xhaferi, apo? Edhe sigurisht edhe i zotit Xhaferi. Po ideali i gjithë shqiptarëve, marrë i shqiptarëve zakonshëm be. Po. Mirë zoti Fazliu. Që do të jetë i barabartë në këtë vend. Këtë ne me dekada kemi përfaqësu, edhe nuk kemi lëshu pe asnjë milimetër. Tani për një sharim këtu në studio, por edhe për publikun, nëse ju përfaqësoni rrymën e zotit Xhaferi, pra PDSH-n e zotit Xhaferi dhe atë që e quani ideologji politike shqiptare, edhe zoti Fetai thirret në të njëjtën gjë. Jeni përbrenda një koalicioni të njëjtë. Zoti Fetai thotë që unë jam këtu, ashtoja e vërtet që ka buruar nga ideologjia e zotit Xhaferi, që përbën koalicion Vlen. Në të njëjtin koalicion vjen edhe Lëvizja Arbëria që thotë unë e përfaqësoj frymën e zotit Xhaferi pra ideologjinë politike të tij. Tani kush në të vërtet, ju apo zoti Fetai e trashëgon atë ideologji të vërtet? Tani për hir të opinionit e din mirë opinionin se kush e përfaqëson. Po ju ta dëgjojmë edhe prej jush. Sigurisht që është Arbëria, po edhe të tjerë nuk ua ndalojmë. Pse është nder dhe krenari të ketë më shumë lëvizje dhe subjekte që përfaqësojnë këtë rrugë. Nuk paraqet ndonjë problem. A keni tentuar të bëheni bashkë me zotin Fetai në këtë drejtim? Jemi në koalicion. Po jo, nuk jeni bashkë, sepse ju keni zyrën e vete, zoti Fetai ngjashëm ka marrë zyrën e vete, dhe ju jeni dy fraksione të ndryshme. Aty ka ardhur sepse është absurd për publikun ta pranoj këtë realitet. Ja, pranon, e din po. Jo, sepse janë dy subjekte të cilët thirrën në emër të një ideologjie për që janë ndarë. Po ende thirrën në emër të ideologjisë të Arbën Xhaferit, edhe ata që e kanë tradhtuar Arbën Xhaferin, edhe sot që janë në koalicion me zotin Ahmet. Kur i dëgjon thirrën në ideologjinë, thotë ne jemi rruga e Arbërit. S'është ashtu. Veprat ti pse thirrësh, edhe pse e ke emrin, nuk do të thotë se je. Veprat e dëshmojnë, a je as je. Atë tash nuk na pengon të ketë organizime të tjera. Me zotin Arben Fetai jemi në koalicion. Zoti Arben Fetai erdhi si pasojë e problemeve që kishin brenda në partinë e tij, që dy liderë kanë tradhuar atë rrugë të partisë që përfaqësonte.
Tani, në këtë momentum, ju bët pjesë e koalicioni Vlen, mirë, por megjithatë, keni reflektuar, paktën kështu është parë nga publiku, që keni një afërsi më të theksuar me zotin Mexhidi, nga Lëvizja Demokratike. Jo, s'është. Jo, po aludohem nga ajo që vëret në publik, sepse janë edhe video inqizimet ku zoti Mexhidi nuk ndihet rahat pa e parë se është bekimi aty afër, bën thirrje, por megjithatë ja ju a tregoj. Prandaj edhe po ju pyes. Me kë dhe me cilin prej liderëve të koalicionit Vlen keni raporte më të edhe ajo që e përmendët ai incizimi nuk ka të bëj, s'kam desh të jem unë atë ditë aty. Kemi pas ishte edhe një ngatresë. Dakor. Për shkak se atë ditë ishin caktuar 3-4 preskonferenca dhe unë kisha njëjtën ditë të prezantojsh në një prezantoj dhe kam prezantuar, kam shku për atë ka qenë. Do të thonë se ishte një mos koordinim sa ora kur dhe pyet a ka qenë për presë. Jo, po pyes për ta sqaruar, sepse pasaj e përmend edhe më herët. Jo, kemi raporte korrekte me të gjithë. Edhe nuk kemi hyrë aty për të marrë anë dhe për të bërë me dikuj më afërt ose jo. Dhe kemi qenë shumë kujdesshëm, mos të krijohet kjo. Kemi raporte korrekte me të gjithë. Fundja ne jemi subjekt i në vete, që do të mbajmë raporte shumë korrekte me të gjithë, për shkak se besojmë se Vleni duhet të unifikohet edhe më shumë, tregon performancë edhe më të mirë në qeverisje, se fundja qytetarët për atë i kemi lënë shumë anësh edhe interesat edhe personale, dhe nuk e kemi bën këtë për rehati personale në asnjë moment, as koalicione, po thjesht e para që duheshte me patjetër të ndryshohet mendësia e vjetër politike, përket kemi arrit një qëllim madhor, dhe tash, pasi është ndryshuar, është radha që të korrim rezultate në qeverisje dhe në ekzekutiv. Nuk ishte lajm befasues, ishte i prishëm në kornizat të asaj që mbase pritja edhe më herët që edhe Lëvizja Arbëria do të merr ndonjë pozicion kuadër të kësaj përbërje qeveritare. Ju tani si subjekt pra jo zyrtarisht politik, juridikisht akoma nuk jeni zyrtar, mirë po megjithatë, a ju mjafton një drejtori zoti Fazliu? A është mjaft një drejtori të udhëheq Lëvizja Arbëria? E thash, sa për informacion, nuk do jetë vetëm një drejtori, do të ketë më shumë drejtori. Kur do të? Në proces e sipër, po kjo çfarë duhet të them? Jo, të ndalemi këtu. Kur po paralajmëroni që do të ketë më shumë drejtori, kush do duhet t'i lëshoj këto pozicione, sepse ne diskutuam pak para edhe çështjen e vendimeve që do t'i merë sonte Lëvizja Besa në kuvendin e saj qendrore. Apo prisni që Lëvizja Besa të dalë nga ky koalicion që pasaj këto pozicione të plotësohen? Jo. Lëvizja Besa ka qenë kuadri Lëvizjes Besa tani në këtë drejtori, po. Do të thonë është e para Lëvizja Besa që. Prandaj po mendoj që jo, s'është ashtu. Dëgjoj, jo, të gjithë partitë janë korrekt këtë proces. Po s'është çështja e Arbërisë posti. Nuk kam hiun për post. Moti kam mund t'i kemi post. Këtë gjë e thonë të gjithë, zoti Fazliu. E thonë sidomos ata që i gëzojnë poste. Jo. Edhe është shumë ironike. Nuk gëzoj unë post, 5 vjet jam pa punë. Vjen pa lidhje ta them këtë, më fal, më detyrove. Më detyrove, kurse kam thënë. Dhe kemi pas oferta për deputet edhe nga BDI-ja, nëse do në ta dish, në vitin 2020. 2 deputete kemi pas oferta. Nuk kemi pranu. Kur s'kam pranu? Nuk e shoh politikën si rahati personale. Kur njët nuk e kam pa si të tillë. Dakor, s'është ashtu. Po megjithatë, edhe tash, do të thonë, ajo që është primare ishte angazhimi im që ndodh ndryshimi në skenën politike shqiptare. Mjaft momonizmi politik, dhe i kemi arrit. Tash e tutje, duhet të tregojmë rezultate, ma shumë. Nuk mungojnë rezultate, ka, po duhet edhe shumë punë, a ka sfida, shumë sfida ka. Shumë sfida. A nevojitën edhe, nëse vlerësojnë, do të marrim edhe shumë poste tjera, unë jam i bindur se të gjithë këta që do të jenë përfaqësues të Arbërisë në ekzekutiv, do të jenë njerëz profesionistë,
që do të kryjmë punën me nder. Këtë jetë, shumë e kemi me rëndësi. Mos me u korrit, shumë e kam pas me rëndësi këtë jetë. Edhe se politika të përbal. Po të ekziston rreziku maksimal. prej 2005-ës unë jam aktiv në politikë. Po ba 20 vit. Do njëherë më aktiv, do njëherë të regje, po kur s'jam largu. Kur nuk i kam korrit asun, edhe as kolegë të mi, që jemi themelues të Arbëris votusin edhe popullin shqiptar. Çdo funksion që na është dhënë, e kemi kry me nder të madhe dhe me profesionalizëm. Dhe as që e kem ndërmend korritën. Kur? Dakor. Në asnjë moment. Tani ne dhe po për këtë e diskutojmë pas shqiptar, se gabime normalisht mund të ndodhin. Po nuk është qëllimi i politikës rehatia ynë personale. Dakor, megjithatë, tani ne po flasim edhe në kuadër të një, jo vetëm për juve personalisht, po si përfaqësues i një subjekti të caktuar. Sigurisht, po. Po në këtë drejtim, sa jeni të kënaqur me ndikimin që keni për brenda koalicionit Vlen? Jemi shumë të kënaqur. A e keni marrë që e keni synuar? Po thash, synimi ynë ka qenë ndryshimi, po e kemi arritur. Edhe çfarë ndryshimi keni sjell tani zoti Fazli? Dia shkon në opozitë. Mos kemi me kaq përfundon? Jo, nuk përfundon. Kjo ka qenë betejë madhore, nuk ka qenë e lehtë. Ne kemi arritë tash të BDI, po bën jo reforma, jo ku diu. Është një rezultat. Kemi sjell pluralizmin politik në organizimin politik të shqiptar. Një, është çështje e madhe. Tash, e tutje, synimi jonë është barazia reale. Ta arrim barazin reale mes shqiptarëve dhe maqedonas. Mirëqenia ekonomik, arsimin cilësor, të jenë betejat përditshme që do të luftojmë. Janë edhe parulla fushate që i përsërisin, po thuaj se çdo cikël që jo, do ta bëjmë. Dakor. Tani po flasim për lëvizjen Arbëria. Ti përmendë dy projekte që realizohen që korridori 8, rruga që duhet ndërtohet Shkup-Blac, e thatë mirë që duhet të ndërtohet, sepse nuk po ndërtohet asesi edhe rruga Teto-Prizren, ka ngecur, edhe koridori 3, edhe koridori 8. Dëgjoj, këtë ta them ndoshta për herë të parë. Në takimin edhe me kryeministrin Kurti që kemi pasur në Lëvizje Arbëria, do të thonë edhe ai ka marrë garanca përveç ne këtu. Ka marrë garanca të fuqishme se këto rrugë do të fillojnë dhe nuk guxojnë të ndalen. Kjo është një... Sepse koridorin 8 nuk e fillua atjo, t'jemi korrekt me publikon, zoti Fazliu, është projekt i trashëguar që vazhdon akoma. E ka... As të tjera, është projekti NATO-s. Po, sigurisht, prandaj edhe... Projekti NATO-s sepse shifet një... Që po nuk... Dukush ka pas ëndra ta ndalë, nuk e ndalë. Dhe ai projekt do të ndihmon, tash po realizohet. Kush ka synuar ta ndalë këtë projekt? Ndoshta ka pas dikush, po ja që nuk, po punohet me të madhe, deri sot, deri para ardhes qeverisë Vlenit, ka pas probleme. Ka qenë si ide, po nuk u realizu. Po edhe çështje tjera, e them, ka dallim. A janë të mjaftueshëm rezultate, sigurisht që duhet shumë më shumë. Prandaj është edhe kjo çështje e llogaridhënies. Që nuk e dim se si do të përfundoj. Do të përfundoj mirë, patjetër përfundon mirë. Jo, unë e kuptoj se ju dëshironi të përfundoj mirë, po jo çdo herë dëshirat e juaja mund të materializohen në praktikë. Do të përfundoj mirë, unë jam i bindur se do të përfundoj mirë, po do të shohim. Shohim, patjetër. Tani për momentin kemi 3 ASH-ja që kanë dalë nga një PDSH. Kemi pra 3 fraksione të Aleancës për Shqiptarët, që erdhin nga LRPDSH-ja ASH-ja. Dhe PDSH në anën tjetër, zoti Thaçi, ish kryetarin tuaj, i cili po ashtu kohëve të fundit është aktivizuar dhe ka pretendime për një ringritje politike, madje thot me shumë entuziazëm dhe optimizëm se kjo gjë mund të bëhet. Na thoni ju se ku dallon lëvizja Arbëria nga PDSH dhe nga 3 ASH-jat ekzistuese për momentin që po flasim. Shumë e thjeshtë si jemi BDI. Ma e thjerë se ka që ku ka. 3 ASH-jat janë BDI? Përveç zotit Fetaj që ka vazhdu.
Të tjerët janë BDI. Vetëm kë... Shifni, ju nuk Kanë jeni... qenë me BDI. Dakor, nëse ju nuk Ma jeni thuj, BDI... kemi qenë ne me BDI ndonjëherë? Jo, por tani jeni me njerëz të ish BDI-s. Ja, është dallim i madh. Po, është dallim, Ja, po dallim i madh. është edhe një e vërtetë. S'është ashtu, jo. S'është ashtu. Ma thoni si tjetë ndryshe. Ja, është dallim i madh. Po, nëse S'janë BDI. nuk jeni BDI, S'janë BDI. dakor. Nuk janë BDI. Ma shumë e kritikojnë ata BDI-n se sa nuk janë BDI. Dakor. Dhe dallimin kryesor e shifni të fakti me e barazoni pra me... Një, veç e përmenda, edhe kjo është mjaftueshme. E mjaftueshme për shkak se të gjithë këta që i përmende, 20 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 5 vjet, retorika e tyre ka qenë kundër BDI-s. Dhe deri sot unë nuk kam një arsye bindse, nuk kam dëgju nga vetë ata që shtiju të shkojnë në prerën e BDI-s. Po, sigurisht ata i kanë pas arsyet që A mëse i nëse kanë kuptojnë arsyetuar... dallimi tjetër, që këtë që e thash, e nxjerr si përfundim, se të tjerët mendojnë për karrierat politike, të shpëtojnë karrierat politike, bëjnë matematika, kalkulime, të momentit, nuk u intereson organizmi politik, u intereson mahalla e vet, u intereson posti vet, dhe sot me BDI, nesër me këtë, atë me atë, të ne nuk e shohin atë film. Dhe s'ka për të ndodhë kur. Nuk bëni aso lëvizje dhe akrobacion. Nuk bëjmë. Kemi parim. Nuk bëjmë. Si e vlerësoni rikthimin e zotit Thaçit në skenën politike që paralajmëron që mund të garojë në zgjedhjet e ardhshme si PDSH? Po mund të garojë, nuk janë dalë askush. Sepse zoti Thaçi nuk ka kursyer deklarata kundrejt figurave që e përbëjnë lëvizjen Arbëria. Duke thënë, po, për shembull duke thënë që lëvizja Arbëria ka ndikuar në fitoren e BDI-s në Likov, ta zëm. Lëvizja Arbëria ka ndikuar në fitoren e BDI-s në Likov, sepse lëvizja Arbëria është, po, kështu e ka thënë sakt, po e citoj, në kuptimin e asaj që figura përbërëse, ja, bie fjala për zotin Orhan Ibrahimi, është pozicionuar në anën e koalicionit Vlen, prandaj edhe qytetarët e kanë dënuar me votë këtë koalicion dhe e kanë shpërblyer BDI. Gjajshëm e tha edhe për komunën e Studeniqanit, i kishte fjala për zotin Sadiku e kështu me. Jo, nuk është, po fakti që është figure PDSH-s ka ndihmuar në fitoren e kandidatit të BDI-s. Për ata persona që e kanë kthyer shpinën PDSH-s sipas tij, janë figura që elektorati i dënon. Figurën shpina i kthehet PDSH-s kur shkon me zotin Ahmeti. Me zotin Ahmeti, para këtyre zgjedhjeve ishte ky personin fjalë. Dhe mbaron kaq. Më tepër nuk ka mbaron kaq, s'ka drejt flas. I njëjti person, për zotin Orhan Ibrahimi në një televizion tha unë nuk mund të flas për atë. Jo, e ka thonë, do me thonë janë pamje të qizim. Ama njëjti, do me thonë, jo serios, nuk merremi me tilla. A për lëvizjen Arbëria, ja, nuk kam desh ta bëjnë darën, po unë me bindje të plotë them, se në komunën e Likovës lëvizja Arbëria është më e organizuar se gjitha partitë veç e veç të Vlenit. Me bindje të plotë them këtë. Në komunën e Likovës. Po, në komunën e Likovës. Pse nuk arritët rezultat më të mirë? Për shkak ne e dham maksimumin, ati duhet bën analizë. Pra po vlerësoni se po mos kishte qenë lëvizja Arbëria në komunën e Likovës pjesë e koalicionit Vlen, koalicioni Vlen as këtë rezultat nuk do ta kishte. Nuk bëj prejudikime, supozime. Jo, unë po pyes, sepse derisa thoni që është partia me organizuar. Lëvizja Arbëria në komunën e Likovës është partia më e organizuar për gjithëve, pa asnjë post. Pa asnjë post. Nuk i shohim punët kështu në Vlen, po të deshte dikush, edhe ai e din ai personi që e ka thonë këtë fjalë. E di mirë se na njeh. Po. Nuk vazhdoni tutje. Mirë, po flisnim për shtrirjen e lëvizjes së Arbëria, si qëndron puna e bëni me vështirësi, si qëndron puna në shtrirjen e strukturave të këtij subjekti që synon edhe ta formalizoni si parti politike. Tani ndiheni komod për brenda koalicionit Vlen dhe nuk bëni përpjekje për ta shtrirë më shumë lëvizjen Arbëria, apo keni të vështirë ta bëni këtë gjë? Jo, tani
është fakt se deri tash, dhe më thonë neve në kapin hap, sa e themi lumë, arritëm të bëjmë koalicion. Edhe tani hargjojmë energji në kuadër të koalicionit Vlen, që Vleni sigurisht bëhet një, dhe më thonë, kur je pjesë një koalicionit ashtë duhet, ashtë është edhe marrëveshje, të funksionesh në koalicion. Jemi duke ushtrirë, sigurisht që kemi edhe vështirësi, janë 10 subjekte politike, është e tepër, se cili ka, po ne jemi shumë të kënaqur, kemi hasim në përkraje. Vase nëse do t'ju shtohet numri i drejtorive, do ta keni më të lehtë edhe shtrirjen. Ja, nuk e kemi pa ashtu. Është e mira e kësaj, se hasim një përkraje të madhe tek rinia dhe tek diaspora. Dhe me thonë, po ajo që e kemi vendosën Këshilli Drejtues, nuk kemi nevojë për shtrirje virtuale. Po ju duhet në teren. Teren reale tje. Po. Nuk gabojmë, mirë shkon procesit, dhe me thonë kemi strukturat konsolidume, Likov, Araqin, Sarajt, Tetov, Gostivar, Zhelin, kemi edhe në këto këshilltar në këto komuna. Pastaj kemi grupe pune dhe gati në çdo vendbanim tjetër, ne nuk jemi sot në politikë. Sigurisht kontakte që na besojnë, kontakte. Po, dhe thash, energji të jashtëzakonshme kemi dhënë dhe japim që Vlenit bëhet një, po në ndërkohë pa e harruar edhe strukturimin e lëvizjes Arbëria. Si veprim shumë shpejt kemi hap një zyre. Po i kemi parë fotografit, keni kremtuar, keni fesuar aty, me gjithë koalicionit Vlen. Janë modeste. Po, pikërisht këtu dasha dal mbi atë që si financohet lëvizja Arbëria. Po atë thash se ndoshta edhe kjo është ajo, me vështirësi të mëdha, me njerëz që ndajnë nga idara buke gojës për ta vënë funksion lëvizjen Arbëria, domethënë nga antarësia, dhe as që pretendojmë bëhemi pre ndonjë oligarkëve, se pastaj ti nuk je vetja. Dakor. Dhe kjo është ndoshta edhe ajo vështirësia që edhe na pengon të jemi në aktivitete më shumë, është vështirësi reale. Thashë kemi zyrën modeste, por për ne është punë e madhe që arritëm të bëjmë. Një zyre tonë, shumë shpejt hapet edhe një zyre në Tetov, dhe dal nga dal dhe sigur, po shtrihemi dhe ekipohemi me njerëz të mirë, ndershëm. Ku e shihni partinë tuaj pas 4 viteve lëvizjen Arbëria? Po e shohim si pjesë e Vlenit, një Vlen konsoliduar që do të korë fitore në zgjedhjet e. Po e shihni si pjesë e Vlenit derisa nuk po dihet fati i Vlenit, zoti Fazliu. Ja, mendoj se fati i Vlenit është diskutabil edhe sonte derisa dalë lëvizja Besa me një vendim. Mendoj se Vleni si brend do të ekzistojë dhe do të funksionojë pavarësisht kush do të jetë aty. Çfarë mund të ndodhë, po edhe qytetarët e kanë pranuar si të tillë dhe do të jetë. Po, nëse edhe vjen koha në politikë nuk dihet si shumë se ne ndoshta nuk do të varen edhe prej nesh dhe dëshirës sonë, po ne duhet punojmë që nesër nëse kërkojnë qytetarët Arbërinë të jetë e vetme, pse jo, në një të ardhme, të jetë një subjekt i konsoliduar që mund të merr përgjegjësi dhe barë dhe si subjekt. Zoti Fazliu, jemi në minutat e fundit dhe për ta përmbyllur këtë intervistë, cili vlerësoni që është projekti më i madh për shqiptarët që po realizohet nga kjo përbërje qeveritare? Projekti më i madh për shqiptarët, e thash, është korridori 8, rrugët që lidhin shqiptarët. Domethënë nuk është një. Rruga Shkullac edhe rruga projektimi i rrugës për Prizren Tetov. Projekt tjetër është edhe qeverisja ndryshe. Domethënë nuk kemi dëgjuar që ka afera korruptive deri tash. Vendosja e llogaridhënies, përgjegjësisë, janë këto që po vetëm duhet po edhe publiku duhet të shohë. Mjaftueshëm, po sigurisht. Çfarë veprime konkrete nga kjo llogaridhënie? Po duhet,
Do të vleni tjetë më i konsoliduar dhe të funksionoj më shumë si një trup dhe ta ketë atë lidhjen pak më të fuqishme me qytetarin dhe me votuesin e saj. Për ta përmbyllur këtë në fond, vetëm shkurt, zoti Vazliu, me daljen eventuale të mundshme të lëvizjes Besa nga kjo përbërje qeveritare dhe nga koalicioni Vlen, a flet edhe për shkatërimin e këtij koalicioni? Unë nuk besoj se do të ndodhë një gjë e tillë. Nuk besoj. Informatat që i kam janë krejtësisht tjera. Të tjera. Po, se Vleni se do të konsolidohet më shumë në këtë përbërje. Cili prej liderëve do të ishte më i pranueshëm për ju, zoti Vazliu? Tani, kjo është ne për çështjen e liderëve e thash unë, domethënë nuk duhet krijojmë Ata janë korrekte dhe ju po tentoni. Jo, deri në fund do të jem korrekt, por nuk është çështja gabimi i madh që e kemi pronë politikën ndërtojmë lider. Nuk duhet ndërtojmë lider. Jo, e ka premtuar Vleni nga fillimi. Vleni vetë ka thënë që pas zgjedhjeve lokale do ta kemi një lider. Jo, bashkohet parti politike. Po këtë ka thënë sigurisht aty mund të jetë, domethënë modeli lider, bash lider, ku e di unë, po nuk përfundon te lideri, s'është çështja kjo. Nuk është çështja këto. Liderët tonë fatkeqësisht na kanë marrë në qafë. Kauza nuk duhet të ketë pronar. Mirë, po duhet të ketë prijes. Prijes mund të jemi edhe më shumë. Po, më shumë se një. Nëse, po, edhe një, edhe më shumë, po nuk guxojmë të krijojmë kulte të individesh. Sepse ato na marrin në qafë është dëshmu. A vedin është dëshmu. Është dëshmu, domethënë kitë kjo 10 parti politike e këtë që e kemi që ndodhë për shkak se liderizmit dhe baraktarizmit. Tu po e përfundojmë, zoti Vazliu, faleminderit për kohën tua, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe ime. Faleminderit për vëmendjen shikues të nderuar, deri në intervistat apo debatet e radhës, mirëmbëjtje.